Dhe që prezentoj hoxhen që do të fillon një herë me leximin e Kuranit, Hoxha Afrim Jusufi Ilmom në xhaminë Drita në Blau Bojren, e pastaj inshallah do të fillojmë ne me programin ton. Urdhëndje hoxh. A'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. Allahut i takojnë të gjitha laft falenderimet, për arsye se ai e meriton falenderimet në qenjen e tij, emrat e tij të bukura, cilësitë e tij të plota, po ashtu edhe veprimet e tia që nuk i përngjajnë asnjë krijese. Dhe salavatet, selamet i takojnë profetit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të pastër dhe të ndershme, po ashtu shokëve të tij fisnik dhe besnik, dhe të gjithë atyre të cilët
e ndoqen rrugën e tij, përpiqen që të ecin hapave dhe gjurmëve të tija deri në ditën e fundit. Vëllezër të dashur në Islam, njëherë Allahu ju shpërbleft për pjesëmarrjen tuaj në shtëpinë e Allahut subhanahu wa taala. Ne në mesin ton këtu kemi disa hoxhallar, hoxha i cili na lexoi ajetet e fundit të surës Hashr, tham ishte Afrim Jusufi i xhamis Drita në Blau Bajren, po ashtu e kemi këtu në safin e parë hoxhën e nderuar në i Shfebish Gmundit të xhamisë Lëvizja Rejhan Islami, por për ndryshe e kemi edhe misafirin ton të dashur dhe të nderuar, hoxha i nderuar Ahmet Kalaja. Është i njohur në mesin ton, s'ka dyshim se nuk ka nevojë ta prezantojmë më shumë, por i kemi obligim disa fjalë me i thonë. Hoxha i nderuar është imam, siç e dini, në kryeqytetin jo vetëm të Shqipërisë, por kryeqytetin ton të gjithëve në Tiranë, në xhamin Dine Hoxha. Ka ardhur vëllezër të dashur, çështja kryesore, faktori kryesor që e ka pru këtu, është me të vërtet dashuria për hir të Allahut subhanahu wa taala. Dashurien të cilën Allahu xhelleshanuhu e bëri obligim, ku thot Muhamedi alayhis salam me një hadith, thot ka thonë Allahu xhelleshanuhu, wajabat mahabbati lil mutahabbin fija. Allahu thot është e kom bo obligim dashurin time të jetë ndaj kuj, ndaj atyre të cilët duan për hir timin. Pastaj thot Allahu xhelleshanuhu në këtë hadith kutsi, wajabat mahabbati lil mutajalisin fija. Dhe e kom bo obligim dashurin time të jetë për ata të cilët janë ul vetëm për hirin tim, vetëm për mua. Ajo është ju çka keni ardhur. Pastaj thot Allahu, wajabat mahabbati lil mutazawirin fija. Është bo obligim dashuria jeme të jetë ndaj atyre që vizitohen vetëm për mua. Pastaj thot Allahu xhelleshanuhu, wajabat mahabbati lil mutabadhilin fija. Është obligim dashuria ime për ata të cilët sakrifikojnë, për ata të cilët flijojnë, qoftë pasuri, qoftë kohë, qoftë diçka tjetër për hir të Allahut subhanahu wa taala. Vëllezër të dashur, unë e di që hoxha e nderuar, po edhe hoxhallarët tjerë, nuk e kanë dëshirë, nuk dëshirojnë që me i livdu, për arsye se Allahu subhanahu wa taala është ai i cili na llogarit të dive. Dhe me thonë hoxhallarët, por edhe xhamatin. Por hoxha i nderuar Ahmet Kalaja, Allahu e shpërbleft që ka ardhur me të vërtet prej Tirane, edhe deri mora 4 e gjysaj përsëri duhet, të më thonë mëngjes, kthehet përsëri në Tiranë. Shiqoni vëllezër sa ka sakrifiku vetëm e vetëm për ato që na don për hir të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj edhe ne i dona gjithë hoxhallarët, por edhe Imam Ahmedin, edhe hoxhallarët tjerë, për arsye se janë trashëguesit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Unë vetëm disa fjalë do të flas në lidhje me rolin e hoxhallarëve të cilët janë në vendlindje dhe hoxhallarët që janë në diasporë. Për arsye se barën nuk e kanë të njëjtë. Hoxhallarët të cilët janë në vendlindje në Tiranë apo Prishtinë apo Shkup apo qytete tjera, duhet ta dimë se ata janë në linjën e parë të frontit. Çdo gjë që i vjen Islamit, çdo sulm, çdo trazir, çdo plur që e çon dikush, të parët janë këto që i dalin. Këto janë ato të cilët i dalin, e kanë obligim, edhe ne këtu për ne jemi pak si në periferi, për këto i kap obligimi. Prandaj Allahu xheleshanu në lidhje me këtë thot, wa idha ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bihi. Allahu xheleshanu tregon për një grup të njerëzve, për një grup muslimanëve, kur në mesin e tyre i godit diçka, qoftë e prek sigurinë e tyre, e prek cilën, e prek frigën e tyre, frigohen, e dha'u biha. Fa idha radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum, thot sikur ato të shkojshin te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka qenë gjallë,
ose të ato prisat e tjera të cilët janë dietarët, la alimehu alladhina yastanbitunahu minhum. Ato do t'i qitten rrugë dietarët të cilët kanë dituri në fenë e Allahut xhelleshanu. Pastaj thot Allahu, falaula fadlullahi aleikum wa rahmatuhu lattaba'tumu shaytan illa qalila. E sikur mos kishton mirësia dhe mëshira Allahu xhelleshanu, ju do ta pasoni shejtanin pos një pjesë e vogël. Kush është ajo mirësia dhe mëshira Allahu xhelleshanu këtu? Janë me të vërtet dietare. Të janë mirësia e popullit vëllezër. Imagjinoti në Tiranë ose në Shqipëri mos ish filan hoxha dhe filan hoxha dhe filan hoxha. Si do të ishte gjendja e popullit, e muslimanëve? Imagjinon Kosova apo në Prishtinë, si mos ishte filan hoxha e tjetri, si do të ishte gjendja e muslimanëve? Ose në Maqedoni, në Shkup, e në vende tjera. Prandaj thot Sufjan Thauri rahimahullah thot një fjalë, thot ja rijal al-ilmi ya milh al-balad. Men yuslihu al-milha idha al-milhu fasad. Sufjan Thauri ju drejtohet dietarëve thot ja rijal ad-din, ju burrat e ditunis, ju jeni kripa e vendit, kripa e shtetit. Pse? Kripa çka është? E përgatit ushqimin. Ajo e rregullon ushqimin. Imagjino ti tash ushqim po mos me pas krip, e refuzon më njerë. E thot o ju dietar, ju jeni si kripa. Si kripa çka është për ushqimin, ju jeni për popullin. Po thot men yuslihu al-milha idha al-milhu fasad. E kush pra do ta përmisone kripën nëse kripa prishet? Nëse prishet kripa nuk mundet ajo me rregullu tjetrën. Thot Abdullah ibn Mubarak rahimahullah thot lem ajid ba'da an-nubuwati fadlan ahsana min bath al-ilm. Nuk kam pa thot pas profetësisë vlerë më të madhe se mundet me pas diçka përveç kush? Përveç përhapjes së diturisë. Unë tash do të ceki diçka interesant përsëri thot Abdullah ibn Mubarak, dhe është mirë vetëm këto pika vëllezër edhe me mbajtë mend. Tregon Abdullah ibn Mubarak ato etapat, shkallët e diturisë. Thot el-ilmu thot el-ilmu awwalan thot el-fahm. Dituria thot shkalla e parë e diturisë thot kuptojsh. Pastaj thot ndëgjimi, ta ndëgjosh diturin. Pastaj çka thot? Pastaj thot ta zbatojsh e pastaj thot ta përhapish. Allahu xheleshanu I thot besimtarve: "Wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kaffa." Besimtarët thot Allahu xheleshanu nuk e kanë obligim të gjithë me dalë luftë me luftu. "Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-din wa liyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun." Që vëllezër për xhihat Allahu xheleshanu I thot nuk duhet gjithë musliman me dalë. Nëse një pjesë e vogël e tyre që ndrojnë prej pejgamberit alayhis salam dhe marrin dituri e pastaj kthehen te populli I tyre, atë diturin ju përcjellin popullit tyre që ato të jenë të ditur dhe të jenë të vëmendshëm. Edhe me një dhe do ta përfundoj. Ju tash vetë çka keni ardhur me të vërtet me ndëgju dituri, çështja është gjithë te puna e diturisë, është çështja e niyetit. Pse kum ardhur unë për shembull në xhami, a vetëm me shku e kështu me radh, me pa diçka tre jo. Niyeti është edhe te dituria. E dimni një prej imamave të mëdhej të Medinës, Imam Malik ibn Anas rahimahullah, ka qenë në mexhlis duke ju treguar nxënësve hadithet e pejgamberit alayhis salam. Vjen dikush te dera xhamisë, thot ej më shpejt thot se dikush ka ardhur në Medinë me elefant. Këto kur s'kishin pa elefant, gjithë dulen. Një prej studentëve që ndroi aty, prej talebeve të Imam Malik ibn Anas që ndroi aty. Malik ibn Anas thati pse nuk shkova atje? Tha unë kish për ardhin kishte ardhur prej Andaluzie. Tha unë kam ardhur prej Andaluzie. Ta shikoj Imam Malikun dhe të marr dituni, nuk kam ardhur për elefantin. A dini vëllezër kush është kjo është nxënësi më I mirë Imam Malikut, edhe është shtillan me thebin Maliki, Yahya ibn Yahya al-Laythi. Nuk do të ishte muwatta e Imam Malikut sot ku është sikur mos kishte ky nxënës Yahya ibn Yahya al-Laythi. Allahu subhanahu wa taala për ato që kishte sinqeritet dhe kishte niyetin e mirë, ka ardhur me marr dituri, ka ardhur me marr ilm, edhe Allahu xhelleshanu e gradoi dhe e ngriti lart, çka e bëri që emri I këtij të përmendet deri ditën e gjykimit. Pse? E kishte niyetin me marr ilm, me përfitu
edhe me ja përcjell të tjerëve. Unë tash fjalën ja kaloj hoxhës të nderuar, imamit të nderuar Ahmet Kalaja, let urdhron i nderuar dhe jo i urdhëruar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, e falenderojmë Allahun, Zotin krijuesin e botrave. Mirësit, bekimet, mëshira e tij qoftë mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Si fillim, mbas falënderimit të Zotit që na mundsoi këtë takim dhe këtë ulje dhe këtë tubim, dua të falenderoj Hoxhën e nderuar Hoxh Lukmanin, i cili faktikisht folish më shumë se sa që jam. Unë nuk kam gjë tjetër vetëm si një hoxh si gjithë hoxhallarët e tjerë, që mundohemi, po zhurmë bëjmë shumë, edhe kështu duket sikur po punojmë. Po faktikisht ka shumë më shumë punëtor dhe shumë më shumë të ditur se sa unë, po mu më ka kjo pjesa me bo zhurmën. Kështu që Zoti të ruaj të hoxh, Allahu të shpërblet. Është mirësi dhe kënaqësi që të keni në mesin tuaj hoxhallarët e nderuar që janë këtu sot në këtë tubim, po edhe të tjerë që nuk kanë ardhur sepse kanë angazhimet e tyre dhe është normale. Me Hoxhën faktikisht kemi njohje të vjetër, njihemi qysh 93-shin, kështu që lidhja jonë është shumë e hershme. Zoti e shpërbleft për mundin, për punën, për sakrificën, e Zoti ja shpërbleft me xhenet, sepse në fund fare gjithë xhenetin dum. Njëherë vjen Muadh ibn Xhebeli, tregon Muadh ibn Xhebeli radhiyallahu anhu, thot: erdhi një burr tek pejgamberi alayhi salatu selam dhe i tha: o pejgamberi i Zotit, i tha, unë nuk di të lutem aq gjatë sa që lutesh ti dhe Muadhi. I tha pejgamberi alayhi salatu selam: po si lutesh ti? Tha, unë them, o Zot më jep xhenetin, o Zot më jep xhenetin. Pejgamberi alayhi salatu selam qeshi dhe tha: wa nahnu haulaha nudandim. Po edhe ne, tha, aty sillemi, i bim gjatë, po në fund fare themi: o Zot, na jep xhenetin, o Zot, na hyj nga zjarri i xhenemit. Kështu që Hoxhën edhe hoxhallarët, po edhe juve, edhe mua bashkë me ju, na shpërbleft Allahu me xhenet. Një ditë pejgamberi alayhi salatu selam i thot shokëve të tij: kush mendoni ju se ka imanin dhe besimin më të fortë? Sahabët më të drejtë thanë me lajket, se më të vërtet me lajket kanë raporte të tjera. Tha pejgamberi alayhi salam, tha jo. Thanë sahabët më të drejtë pejgamberët, profetët. Tha pejgamberi alayhi salam, jo. Thanë sahabët më të drejtë sahabët, ta që po rrinë me pejgamberin alayhi salam. Tha pejgamberi alayhi salam, jo. Thanë, po kush? Tha, imanin dhe besimin më të fortë e kanë ata që do të vinë më pas dhe do të besojnë pa më parë. Elhamdulillah, ky tubim, kjo ndëjtje nuk është gjë tjetër vetëm se një tregues i mirësisë së Zotit ndaj nesh. Pra Allahu është ai i cili na ka fal këtë mundësi. Për këtë arsye ne kur e lexojmë surën El-Fatiha, çfarë themi? Iyyake na'budu wa iyyake nesta'in. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Pra o Allah, ne ty të adhurojmë. Kjo është dëshira jonë, kjo është besa jonë, kjo është ajo që ne duam të jetojmë me të, ama ndihmën e kërkojmë prej teje. Për këtë arsye banorët e xhenetit kur do të futen në xhenet, fjalia e parë që do të thonë, cila do të jetë: Elhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linehtadiya laula an hadana Allah. Falënderimet i takojnë Allahut, i cili na udhëzoi në këtë fe dhe në besim,
dhe na e dha dhuratën e xhenetit, se po mos ishte mëshira e Zotit dhe dashuria e tij, ne nuk do të ishim sot në xhenet. Dhe unë them, po mos ishte dëshira, dashuria dhe mirësia e Zotit ndaj nesh, ne nuk do të ishim sot këtu. Pra, o vëllezër, mund duket çudi, po është Allahu ai i cili na ka zgjedh neve një nga një dhe na ka sjell sot këtu. Pasha Zotin, ka më të ditur, ka më të devotshëm, ka më të mençëm, po nuk janë këtu sot. Allahu ka dashur që të jemi ne. Për këtë arsye me shpirt, kur njeriu është pjesë e këtyre mirësive, duhet të jetë dhe falendëruesi i Zotit. Se e ke prej Allahut, është dhuratë prej Allahut. Si i tha, o Zoti im, i tha Daudi alayhi salam Allahut, si të falenderoj? Tha o Daud, thuaj, tha elhamdulillah. Tha o Zot, tha po për elhamdulillah, si të falenderoj? Tha thuaj elhamdulillah. Kështu që elhamdulillah që Zoti na e mundson që të rrim disa momente bashk, sepse është mirësi e madhe. Pejgamberi alayhis salam thotë, kur njerëzit tubohen për hatër të Zotit, për të ngjur Kur'anin, për të folë për fenë e Zotit, mëshira e Allahut derdhet në ato vende. Njerëzit përjetojnë qetësi shpirtërore, me lajket i mbulojnë me krahët dhe me flatrat e tyre. Allahu i përmend atje ku është ai në botën e me lajkeve. Thotë kur çohen nga këto vende dhe takimet dhe tubime, një zë thret nga qielli, ne nuk e dëgjojmë, po e besojmë. Çohuni se Zoti ua ka fal gjunahet, gjitha të këqijat Allahu ua ka kthy në sevape. E unë do të bëj një koment mbi fjalën e Hoxhës, ishte interesante ke puna e njetit. Pejgamberi alayhi salatu sallam tregon në një hadith tjetër se Zoti kështu ju thot me lajkeve, ju thot kush ka prezantuar në atë vend, e kam fal, e kam mëshiru, ja kam fal gjitha gjunahet e kështu me radhë. Me lajke thonë o Allah o Zoti ynë, aty në mesin e tyne ishte njëri që e kishte marrë dikush, kishte ardhur prej turpit. Dikush kishte ardhur për kuriozitet. Po dikush kishte ardhur se kishte kohë të lirë. Po dikush kishte ardhur se me gjuhën e gallat, sa i Hoxha bën ai gallat kështu, edhe kishte ardhur me gjuhën e herë, me pa nga afër, apo dikush tjetër kishte ardhur me bën ai foto me nxjerr. Allahu xhalla xhelalu u tha: mëshira ime kur derdhet me i vend nuk përjashtoj asnjë. Elhamdulillah. Kështu që ne të gjithë sot jemi, përveç se jemi mysafir të Hoxhës dhe të kësaj xhamie të mrekullueshme, po ne jemi mysafir të Allahut, e Allahu normalisht i trajton mysafirët e tij me një nderim dhe një vlerësim dhe me një respekt shumë të veçantë, qofshim ne për këtyre që Zoti na japi këtë shpërblim. Amin. Vëllezër dhe motra, faktikisht unë doja të ndalesha sot në një ajet kuranor i cili ndodhet në surën El Hijr. Një ajet që sa herë lexoj ose sa herë që e dëgjoj më ngjall shumë emocion. Allahu thot në këtë ajet kuranor: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Jo besimtarët do të dëshirojnë që të jenë ose të ishin besimtarë. Kur e dëshirojnë besimtarët këtë gjë, futemi në librat e tefsirit. Dikush thot, jo besimtari, kur është në momentin që po i del shpirti dhe sheh të vërtetat që është tall, i ka mohu, ka loz, i ka përgjinjështru, aty ai do të dëshironte që të ishte musliman. Po nuk i mundsohet më. Qala rabbi rji'un. O Zot më kthe. S'kam. Dikush prej komentatorëve thotë jo, kur futet në varr dhe fillon të i ngushtohet varri dhe nuk i përgjigjet pyetjet të varrit, kush është Zoti yt, cila ishte feja jote, kush ishte profeti yt, dhe nuk i përgjigjet, dhe fillon azabi, qysh në varr, aty ai do të kishte dëshirën e madhe të ishte prej muslimanëve. Dikush prej komentatorëve thotë jo, bëhet fjalë thotë ditën e Kiametit. Kur ta shohin zjarrin e xhenemit, kur shohin xhenetin, kur vijë madhi Zot me boj gjykim,
Aty do të dëshironin të ktheheshin edhe herë në dynja, na'mal ghayra alladhi kunna na'mal. O Zot, na kthe edhe herë në atë botë, se nuk do të bëjmë kurrë më atë që kemi bërë. E kur shohin ata se si trajton Allahu të dashmit e tij, miqtë e tij, mysafirët e tij, i trajton Allahu si delegacione. I keni parë delegacionet? Kështu i trajton Allahu besimtarët ditën e Kiametit. Për këtë arsye dita e Kiametit, ajo që ne themi do të zgjasi 50.000 vjet, pejgamberi alayhis salam ka thënë, dita e Kiametit për besimtarin musliman zgjat sa farzi i kësaj bote. Sa mund zgjasi një farz në këtë botë? Ekstremi 10 minuta. Or po si ka mundësi? Në dorën e kujt është koha? Në dorën e Allahut. E njëjta gjë, e njëjta situatë, këtij zgjat 10 minuta, këtij zgjat me miliona minuta. Do t'i trajtoj Allahu besimtarë si dashmit e tij. E kur shohin jo besimtarë se si trajton Allahu besimtarë ditën e Kiametit, do të dëshironin të ishin muslimanë. Dhe dikush tjetër prej komentatorëve thotë jo, bëhet fjalë kur të binë në zjarr të xhenemit. Aty do të thonë e do të qajnë edhe i lutën Malikut, që është përgjegjësi i xhenemit. Ja Maliku du lana rabbaka. O Malik, thuj Zotit, lutju Zotit. E Maliku ju përgjigjet mas 40 vjeç, prej viteve të botës tjetër, e për viteve të kësaj bote, që një ditë është e barabartë me 1000 vite këtu. Edhe ju vjen përgjigja, innakum makithun, aty do t'jeni përjetësisht, s'ka më dalë për xhenemin. Dhe dikush tjetër thotë, jo, është një moment tjetër. Çfarë do të ndodhi në zjarr xhenemit? Në zjarr xhenemit do të ketë dhe për muslimanëve disa mistreca që s'janë sjell mirë në këtë botë, nuk kanë qenë korrekt në këtë botë, nuk janë pastruar as në dynja, as me smundje, as me fatkeqësi, as me sprovën e vdekjes, as me varr, nuk janë pastruar. Me gjitha stacionet e pastrimit nuk janë pastruar dhe do të ketë për muslimanëve Zoti na ruaj që do të pastrohen zjarr xhenemit. Dhe do të jetë një moment ku do thonë jo muslimanët, ku do thonë jo besimtarët, ku do thonë xhafiat, hamëre, edhe ju me ne, ju të ullot, e të falet të ratë sejshde, e të agjeru, ja ku përfundut, njësoj si ne. Qarë në? Ndërkohë që këto ju flasin muslimanëve në këtë gjuhë dhe besimtarëve, në xhenet po organizohet një takim mes besimtarëve dhe Allahu xhella xhelaluhu. E i madhi Zoti qofshin fal, i thot besimtarëve, ka gjë më për të plotësuar në dëshirë, thonë jo. A keni më në ëndër pa plotësuar, jo. A mbarun kërkesa, thonë o Zot, s'kemi as kërkesë, s'kemi as dëshirë, s'kemi as gjë. Thot Allahu xhella xhelaluhu, unë do të lëshoj mbi ju kënaqësinë time, e kur nuk do të jemi hidhuruar prej jush përjetësisht. A doni më gjë tjetër, thonë jo, Zot s'ka ngel më asgjë, përderisa u kënaqe prej nesh, ne nuk duam asgjë prej teje. Allahu xhella xhelaluhu heq perden dhe e shohin Allahun xhella xhelaluhu. Dhe nuk ka mirësi dhe bekim më të madh për banorët e xhenetit se sa me pa Allahun xhella xhelaluhu. Harrojnë gjitha mirësitë e xhenetit, i harrojnë gjitha bekimet e gjithçka. Pastaj besimtarët i kërkojnë një takim Allahut. Thonë Zoti, po ju sa s'kemi kërkesa, ju sa që s'kemi më dëshira, çfarë ka ndodhur? Gjojeni, o Allah, o Zoti ynë, në zjarr të xhenemit janë disa nga vëllezërit tanë që faleshin me ne, luteshin me ne, agjërojshin me ne, vishin për xhuma me ne, falshin bajramin me ne, bojshin kurbanin me ne, silleshin si ne. O Allah, o Zoti ynë, i kemi kërkuar xhenet gjitha ne, po nuk po i gjejmë. Allahu xhella xhelaluhu ju thot, po është e vërtet. Do të vinë. Do të vinë, po do të vinë mas një kohe. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe besimtarët nuk i ndahen së kërkuari i Allahut. Besimtarët nuk i ndahen së kërkuari i Allahut për vëllezërit e tyre që i kanë njoftë në këtë botë, që mund të jenë dhe familjarët e tyre etj. Derisa Zoti ju thot, e po mirë, shkoni atje dhe nxirrni vëllezërit tuaj nga zjarri i xhenemit. Vëllezër, ndërkohë që ato po ju thonë këtyne, pa edhe ju si ne.
Ja, edhe ne të u dënu e ju të u dënu. Ndërkohë që këto po flasin me këtë lloj gjuhe, vinë besimtarët dhe i morin vëllezërit e tyre nga zjarri i xhehenemit për në xhenet. Aty do të shpërthej një ofsham e thellë nga thellësia e shpirtit e banorëve të xhehenemit dhe do të thonë fema lana min shafiin wala sadiqin hamim. Ah, mirë për ne. Askush s'ndërmjetëson për ne, as shok dhe miq që të na nxjerrin nga xhehenemi nuk kemi. Rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Aty do të dëshironin, sikur të ishim dhe ne besimtar, se na iku jeta kot. Dhe dikush prej komentatorëve të Kuranit thotë, të gjitha këto janë të vërteta. Jo besimtari në momentin e vdekjes do të dëshironte të ishte besimtar. Në pyetjet e varrit do të dëshironte të ishte besimtar. Kur do shohi momentet e ditës kiametit, do të dëshironte të ishte besimtar. Kur të bjerin zjarr xhehenemit, do të dëshironte të ishte besimtar. Kur të shohi besimtarë se si nxjerrin vëllezërit e tyre nga zjarri i xhehenemit, do të dëshironin të ishin besimtar. Dhe kur dhe momenti që Zoti i Madh Allahu xhalla xhelaluhu eliminon dhe ekzekuton vdekjen mes xhenetit dhe xhehenemit, dhe ju thuhet banorëve të xhenetit khuludun bila maut, dhe ju thuhet banorëve të xhehenemit khuludun bila maut, Rabbana yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Sikur të ishin. Sepse banorët e xhehenemit, pavarësisht se janë xhehenem, e kanë një shpresë se ndoshta mund. Dhe kur vjen momenti që as vdekje nuk do të ketë më, aty pastaj thot pejgamberi alayhis salam, thot fillojnë e qajnë. Derisa ju marrin lotët, e masi ju marrin lotët, thot prap qajnë dhe ju dalin gjak nga sytë e tyne, e kush nuk u hedh më sytë, mbyllet zjarri i xhehenemit siç e ka përmend Allahu xhalla xhelalu në Kur'an, e aty do të jetojnë përjetësisht në tmerrin më të madh që mund të imagjinohet ndonjëherë. Dikush tjetër thot, prit. Çdo jo besimtar, dëgjoje këtë, që e studion Islamin në këtë botë, në vetvete bindet se është e vërteta e Zotit. Po ja që se pranon. Ai në veten e vet e ka ëndër, e ka dëshirë, e ka një tundim shumë të madh. Çdo jo besimtar që studion Islamin e ka tundim brendshëm me e pranu. Pse vëllezër? Mënyra se si e besojnë muslimanët Zotin, absolut dhe i përsosur, 1, dhe i pa imagjinueshëm nga mendjet njerëzore, 2. Mënyra se si ne besojmë me lajket, mënyra se si besojmë dhe i duam profetët dhe çfarë raporti kemi me pejgamberin alayhis salam, nuk i lutemi profetit, po lutemi për profetin. E duam, e nderojmë, e respektojmë, po nuk e trajtojmë sikur me qenë Zot. Mënyra se si muslimanët trajtojnë librat e shenjtë, mënyra se si muslimanët i pranojnë profetët, mënyra se si është Islami në vetvete, tauhid, adhurimet, çdo gjë është në vendin e vet, çdo gjë është ashtu siç duhet, dhe çdo njeri që është jashtë Islamit, në momentin që studion Islamin, mahnitet, habitet. Pse? Sepse nuk ka lënë i madhi Zot, Allahu xhalla xhelaluhu, në këtë fe asgjë pa e sqaruar, pa e trajtuar dhe pa e bërë më të përshtatshme e mundur në natyrën e njeriu. Jo vetëm kaq, po ta ka bërë të lehtë. Jo vetëm kaq, po ta ka bërë sipas mundësisë. Jo vetëm kaq, po ta ka bërë të arsyeshme dhe të logjikshme. Jo vetëm kaq, po ta ka bërë ty që ti me Islam mund të jetosh në Gjermani, në Itali, në Amerikë, në Australi, në Shqipërinë, në Arabi, kudo që të jesh, mund ta jetosh Islamin si mos më mirë. Një fe e cila i jep shpirtit vendin e vet, mendjes vendin e vet, trupit vendin e vet, kësaj bote vendin e vet, botës tjetër vendin e vet, prindit vendin e vet, nuses vendin e vet, burrit vendin e vet, bashkëshortit vendin e vet, komshiut vendin e vet, në tregti ka ligjet e veta, në qirathënie ka ligjet e veta, në martesë ka rregullat e veta, në divorc ka rregullat e veta, në paqe ka rregullat e veta, në luftë ka rregullat e veta. Çdo gjë është e kopsitur aq mirë
Sa që thot Zoti, ma farratna fil kitabi min shay. S'kemi lënë gjë pa e trajtuar. Për këtë arsye një musliman i mirë, i ditur, asnjëherë nuk ndjehet, si në thënë, nuk ndjehet keq për fenë dhe besimin që ai ka. Ai ndoshta ndjehet keq se nuk di përgjigjen që ka Islami për këtë çështje, ama ti je i sigurt se në këtë fe dhe në këtë besim çdo gjë është e trajtuar, sado që të eci shkenca, sado që të përparojë njerëzimi, sado që të eci modernizmi, sado që të eci teknologjia, kjo fe mbetet gjithmonë sfidante. Mbetet gjithmonë përpara, mbetet gjithmonë me ballin lart. Pse? Sepse ka ardhur nga Zoti. E ai Zot që e ka sjell i ka ditë të gjitha kohërat që do të vinë deri në ditë Kiametit. Për këtë arsye muslimani ndihet mirë, për këtë arsye muslimani ndihet komod, për këtë arsye muslimani mund flasi me të gjithë, për këtë arsye muslimani mund dialogojë dhe mund debatojë me të gjithë. Për këtë arsye muslimani kudo që shkon jep shembullin e mirë. Pse? Sepse është feja e tillë që orienton njeriu tek më e mira. Inna hadha al-Quran yahdi lillati hiya aqwam. Ky Kur'an, kjo fe, ky besim udhëzon tek më e mira, tek më e mira se si duhet besojmë, tek më e mira se si duhet adhurojmë, tek më e mira se si duhet sillemi, tek më e mira se si duhet jetojmë. Çdo gjë është e kompletuar. Thjesht duhen njerëz që dinë ta jetojnë Islamin, dinë që ta praktikojnë Islamin, dinë që ta jetojnë xhenetin e Allahut në këtë botë para xhenetit ahiretit. Inna fi dunya, tha i moçmi, inna fi dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannat al-akhirah. Në këtë botë tha është një xhenet, kush nuk futet në të s'ka për ta futur Allahu në xhenetin e ahiretit. E cili është ky xheneti i kësaj bote? Kjo qetësia, kjo rahatia, kjo preja, ai loti që nxjerr ai njeriu që pendohet. Ajo keqardhja që ka gjithë secili prej nesh kur bën një gabim apo një gjuna. E Zoti i Madh ja kompenson atë dhimbjen për gjunahun e bër, atë lotin e derdhur për faktin se si do dalë përpara Allahut. Në këtë gjendjen time ja kthen Allahu xhalla xhelaluhu një qetësi shpirtërore, një rehati. I ke pa njerëzit të sa qaj në Ramazan, sa letohet shpirti në Ramazan, sa mirë ndihet njeriu. E ke parë njeriu të sa mirë ndihet kur i ofrohet një haram dhe ai thotë jo. Se jam musliman, jam besimtar. Pasha Zotin, këtij njeriu i jep Allahu një lloj qetësie, një lloj rahatie, një lloj kënaqësie që pasha Zotin gjithë botën me avon dorë nuk e ndron. Pse? Se është premtimi i Zotit. E merrem mend çfarë ndodh me këtë njeri në botën tjetër, i cili në këtë botë diçka nuk e ka bërë vetëm se mos thirroj Zotin. Ose mund të ketë lënë punën se nuk i kanë leju namazin apo diçka tjetër vetëm për hatër të Zotit. Me të vërtet mund të jetë vujtje, me të vërtet mund të jetë siklet, po Allahu xhalla xhelaluhu atij jep një lloj kënaqësie, një lloj rahatie, një lloj ftohtësie që vallahi billahi pasha Zotin nuk ka çmim që mund të blehet në jetën e kësaj bote. E kjo është pra ajo mirësia e Zotit. E ky është ai bekimi i Zotit. E gjithë kjo për cilën ne po flasim e ka emrin Islam. Elhamdulillah që Zoti na dha këtë dhuratë, se ndoshta edhe nuk e kemi kërkuar vëllezër. Unë flas për veten time. Unë këtë dhuratë Allahut nuk e kam kërkuar. Po unë besoj se shumë prej nesh nuk e kanë kërkuar. Na e ka sjell Zoti dikujt nëpërmjet babës, dikujt nëpërmjet gjyshit, dikujt nëpërmjet një shoku, dikush se ka pa diçka, dikush se ka lexuar diçka, në fund fare rezultati ka qenë që jemi udhëzuar në Islam. O Allahu Zot, na edhe Islamin pa e kërku, o Allahu Zot, na mbaj në këtë Islam sa të jemi gjallë, që ta dorëzojmë shpirtin duke qenë musliman. Amin. Do të ndalem, inshallah taala, në disa momente të surës El Hijr, ku duket shumë interesant ky fakti do të dëshironin jo besimtarët të ishin musliman. Dhe ta shohim disa momente këtë gjë në surën El Hijr. Vjen ajeti më poshtë, dëgjoje. Thotë i Madhi Zot, Allahu, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Unë thot i Madhi Zot, e zbrita Kur'anin
dhe unë do të ruaj deri në ditë kiametit. A ka mirësi dhe bekim më të madh për pasuesit dhe bashkësinë e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam se sa mirësia e ruajtjes së Kuranit nga ndërhyrja njerëzore. O vëllezër, nuk e ka askush këtë që kemi ne. Ne kemi një libër që ka zbrit para 1500 vjetësh dhe është i ruajtur si dita që e ka zbrit i madhi Zot. E keni pa ju nëse hoxha në i ditë gabon namaz? Çfarë ndodh? Me njerë korrigjohet. S'len kush me gabu në Kur'an. Është i mbrojt nga Allahu xhelle xhelaluhu. Tha Zoti, unë e zbrita dhe unë do ta ruaj deri në ditë kiametit. E kupton të jo vllajim se çfarë mirësie dhe bekimi ne kemi nga Allahu xhelle xhelaluhu. Ne nuk kemi Kur'ani e Abu Bekrit, Kur'ani Omerit, Kur'ani Othmanit. Ne nuk kemi libra njerëzor. Jeta e profetit alayhi salatu wasallam në shkencat islame ka emrin Esiratun Nabawiyya, biografia e profetit alayhi salam. Ku ka hongër, ku ka pi, ku ka lind, ku ka shku, si ka luftu, si ka bo paqe, si është martu, çka ka bo pejgamberi sa është një libër i veçantë që quhet Sira, jeta e profetit alayhi salam. Ndërsa Kurani është komplet gjë tjetër. Nga Al-Fatihaja deri tek Suratun Nas ka fol Zoti, e ka marrë Xhibrili nga Zoti, ja ka sjell pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe pejgamberi sa ja ka dhënë sahabeve dhe sahabët e kanë transmetuar deri më sot e ne do ta çojmë inshallah taala deri në ditë kiametit. A ka mirësi më të madhe? Sigurisht asgjë tjetër mos më pas kjo fe, vetëm fakti që libri është i pa manipulueshëm, i pa depërtueshëm nga dora njerëzore, kjo është mrekullia më e madhe. Me të vërtet Zoti i madh ju ka dhënë pejgamberëve të tjerë mrekulli. Isaia alayhis salam shëronte kur prekte me dorë. Musa alayhis salam kishte shkopin i bitë detit dhe hapej deti. E hudhte shkopin tokë dhe kthehej në gjarpër. E nxirrte dorën nga rroba e tij dhe bëhej dritë. E pejgamberët e tjerë kanë pas mrekullitë e tjera, por çka ka ndodhur me mrekullitë e pejgamberëve? Me vdekjen e pejgamberëve vdesin dhe mrekullitë. Nëse ne sot do ta gjeshim shkopin e Musait alayhis salam dhe t'i gjujmë detit, hapet deti apo jo? Nuk hapet më. Mirë, po me vdekjen e pejgamberit alayhis salam, mrekullia e tij mbeti në mesin ton. Një mrekulli që mund ta përdori çdo musliman deri në ditë kiametit. Me leximin e Kuranit, vetëm me leximin e Kuranit do vëllezër dhe pa u kuptuar. Vetëm me leximin e Kuranit zemrat hapen, mendjet still, edhe pse është arabisht. A e dini ju vëllezër, ne kemi pas në gjuhë kur ishim student, shumë turist pranojshin islamin në Turqi, në Siri, në Egjipt, në këto vendet arabe. Çfarë bëshin ato? Për shembull, kur hapshin dyqanet në pikë mjesit, veshin Abdul Basit, Abdul Samet dhe veshin këto knusit e njohur të Kuranit. Dhe i leshin deri nga ora 10-11. Turistët dilnin në mëngjes dhe dëgjojshin Kur'an. Habiteshin, mahniteshin. Ore thoshin është e pamundur kjo të jetë produkt njerëzor. Ç'është është kjo gjëja? Ç'është kjo këngë? Jo thoshin këto nuk është këngë, po ç'është? Pranojshin islamin vetëm me dëgjimin e Kuranit. A e keni parë disa prova që kanë bërë një grup të rinj me Kur'an nëpër rrugët e Evropës apo të Amerikës, ç'a bëjnë? Morën një knus Kurani dhe me kufja ave një çuni të ri ose një gocë të re që s'ka lidhje fare me islamin. Çfarë ndodh vëllezër? Mas 5 minutash fillon personi dhe qan. Po pse duhet çaj? Pse duhet çaj? Dikush po kënon diçka arabisht. Tenzilun min Rabbil alamin. Po është zbrit nga Zoti. Është fjala e Zotit. Pavarësisht se e lexon njeriu, me të ka fol Allahu. Atë e ka fol Allahu. E fjala Allahut. Lau anzalna lexoj hoxha hadha al-Quran ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah. Si kur ky Kur'an kishte zbrit mbi një mal, mali do ishte strukur, mali do ishte çar. E jo mos zemra e njeriu që se ban
dhe preket me një herë. Lo anë Kur'anën sujjirat bihil gjibal, wa kulli me bihil mauta, me këtë Kur'an lëvizin malet, me këtë Kur'an gjallët vdekurit. Kjo është fuqia e Kur'anit. E jo mos zemra e njeriu. Edhe pse nuk e din se çfarë ka aty, edhe pse nuk e din se çfarë duhet u lexu. Ky Kur'an ngjall zemrat. Ky Kur'an ngjall popujt. Fihi dhikrukum. Aty keni emrat e juj, si kemi emrat tonë. E pyetën njëri për burrat të moshëm dhe i thanë, Kurani thot, ju kemi përmend në Kur'an. Unë tha, e kam lexuar Kur'anin, tha, nga fillimi deri në fund, vallahi, tha, nuk e kam gjetë emrin tim aty. I tha, nuk e ke lexuar, tha, ashtu siç duhet. Si? Tha, lexoje Kur'anin dhe shif karakteret dhe cilësitë dhe veset e njerëzve që përmend Allahu aty. Da gjejsh vetën. Në qoftë se je i sinqert, i pastër, i mirë, do ta gjesh vetën aty. Qoftë se je mashtrues, qoftë se je smirzi, qoftë se je idiot, qoftë se je hajvan, aty çfarë ti je ti do ta gjesh vetën aty në Kur'an. Do ta gjesh vetën diku. E rëndësishme shif, e rëndësishme tha, njife i herë vetën kush je, pastaj kërkoja emrin tat në Kur'an, s'ke për ta gjetë. Gjithsecili e gjen veten e tij në Kur'an. Ky Kur'an është ai libër që Zoti e tha bukur, o Muhamedi tha, nëse populli yt e mohon, i yakfur biha haula, faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafir. O Muhamedi tha, nëse populli jot e mohon, do ta besojnë tjerë, do ta marrin tjerë. A e dini ju vëllezër dhe motra se njerëzit më të shquar në shkencat e Islamit kanë qenë jo arab në origjinën e tyre? Sepse kjo fe nuk është feja arabëve, as nuk është feja aziatikëve. Kjo fe është e Allahut për gjithë njerëzimin. E Allahu xhalla xhelalu çfarë tha në Kur'an? Ja ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. O njerëz, ju kemi krijuar nga një mashkull dhe një femër. Ju kemi bërë popull dhe ju kemi bërë fise që të dini si të prezantoheni me njëri tjetrin. Më i miri te Allahu është ai që është më i devotshëm dhe më i përkushtuar ndër ju. Pejgamberi alayhis salam në ligjëratat e tij të fundit të jetës tij tha: "Ala la fadl li arabin ala ajamin, wala li ajamin ala arabin illa bittaqwa." Wala li abyad li ahmar li aswad wala li aswad li ahmar illa bitaq. Tha nuk ka vlerë arabi ndaj jo arabit, pas jo arabi ndaj arabit, as i bardhi ndaj të ziut, as i ziu ndaj të bardhit, vetëm se me devotshmëri dhe përkushtim. Ke Zoti jemi të gjithë njësoj. Pastaj kush ecën halal i qoftë. Se Zoti na ka krijuar neve të ndryshëm, nuk ka qenë dorën tonë. Ama që ne të garojmë është në dorën tonë me kuptimin e njetit dhe dëshirës. Zoti shef zemrat tona, Zoti shef njetin ton, Zoti shef përpjekjen ton dhe gjithë se cilit Allahu ja mundson çfarë dëshiron. Pejgamberi alayhis salam ka thonë në një hadith, men yuridil khayra yu'ta, kush dëshiron të arrijë diçka, Allahu ka ta mundsu. Walladhina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Allahu than Kur'an, ata të cilët e kërkuan me sinqeritet udhëzimin e Allahut, Allahu do t'ja japi udhëzimin dhe nëse ato vazhdojnë të kërkojnë Allahut, Allahu do t'i bëjë devotshëm. Ka të bëjë shumë zemra, ka të bëjë shumë dëshira, ka të bëjë shumë vullneti dhe ka të bëjë shumë përpjekja dhe mundi i njeriu. Zemra e pastër nuk mjafton o vëllezër. Zemra e bardhë nuk mjafton. Derisa me zemrën e bardhë tjetë dhe dëshira e bardhë, derisa me dëshirën e bardhë tjetë edhe vullneti i bardhë, derisa me vullnetin e bardhë tjetë dhe përpjekja e bardhë, atëherë njeriu ecën dhe çan përpara, e thjesht fjala kam zemrën e pastër, a kam shpirtin e pastër, kjo nuk ka asnjë lloj vlere, sepse s'ka budalla në historinë e njerëzimit që thotë unë kam zemrën e pistë. S'ka në çmend që thotë gjë unë kam, ti se kam bloz. Keni gjurë në i që thotë unë kam bloz mrena, gjithonë kemi qelibar. E ky qelibarlik, nëse është më të vërtet, qelibarlik e para nuk deklarohet.
Ai që e ka zemrën që i bardhë dhe pastër nuk thot kurrë. Thot Zoti më fal, gjithë na gjinofqar. Ky është okay. Ai që rreth gjokse thot, unë po ta dish ti sa besoj, po ta dish sa e dua, po ku bone ti? Ky është hajër inshallah. Në surën El-Hujurat është një moment po Zoti Xhelel Xhelalu përmend njerëzit e çiltër, njerëzit e pastër, njerëzit sinqert. Sinqeriteti dhe çiltërsia o vëllezër kërkohet në Islam dy anshe. Kërkohet në raport me Zotin, duhet me qenë shumë i pastër dhe i sinqert, dhe foli Hoxha Lukman pak më përpara, po edhe në raport me njerëzit o vëllezër duhet me qenë njeriu i sinqert. Allahu të rrit. Allahu Xhelel Xhelalu kërkon prej nesh me qenë sinqert, pastër. Edhe me Zotin, po edhe me njerëz. Me Zotin nuk mund të bësh lojna. Nuk mund të bësh lojna. Nuk mund të bësh Zotit aktrim. Pas njerëzve nuk se bëj aktrim. Se nëse njerëzit ndoshta aty nuk ta kapin për momentin, po do të vinë një moment që njerëzit do ta zbulojnë aktrimin tat. Pse? Nuk të lën Allahu Xhelel Xhelalu ty me bë lojna. Nuk ka ndodhur vëllezër, nuk ka ndodhur kurrë që dikush t'ia ketë me ide Zotit apo njerëzve e të vazhdojë ashtu deri në fund të jetës. Do të vinë një moment që do t'i çjerret ajo dyftyrësia. Për këtë arsye, Iblisi i tha Zotit, tha gjitha do t'i humb, tha gjithë, pastaj çfarë tha? Illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Ata që janë sinqert s'kam çfarë të bëjë Zoti. Shejtani i mallkuar thot, sinqert dhe nuk kam çfarë të bëj. Nuk bjer dot në kurthin e shejtanit njeriu i sinqert. I sinqerti mund gaboj, i sinqerti mund të ketë momente dobësie, po që të sklavërohet apo të merret peng nga shejtani nuk ndodh kurrë. Ajeti kuranor tha illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Mundo të jesh i pastër. Mundo të jesh i pastër. Në raport me krijuesin, në raport me krijesat. Se po ne jetë pastër dhe po ne jetë mirë, edhe pse sfiton shumë ndoshta, ka për ta bëu Zoti atë që fiton bekim shumë të madh. E nëse nuk je i pastër, edhe nëse fiton shumë, s'ke për t'ja një lezetin. Nuk ka për të pas bekim në atë që ti fiton nëse nuk kanë të pastërti. Shumë interesante, duhet të argumentoj me dy ajete kuranore. Allahu kur foli për namazin, dhe ata që s'falin namaz, tha wailun, mirë. Wailun thuhet në disa libra tefsiri thot një lugin në xhenem që ka emrin lugina e vejlit. Wailit. Dhe kur foli për tregtin, çfarë tha Zoti? Wailun lil mutaffifin. Mirë për ato që hajnë në tregti, në peshë ose në matje. Njëti term për namazin dhe njëti term për ata që bëjnë hile në tregti. Po kjo thon dietarët islamit vlen në për çdo lloj hilje. Po është përmend hilja e tregtisë se jeta në atë kohë ka qenë ndërtuar mbi tregtin. Po çdo lloj hilje tjetër futet tek fjala wailun lil mutaffifin. Edhe nëse rren ke orari, edhe nëse rren ke cilësia, edhe nëse rren për origjinën e mallit, edhe nëse betohesh tu vallaj me kaq që kom shit gjithë ditën, etj, hilet që mund bëhen etj. Po edhe në çdo gjë tjetër, njeriu duhet të jetë i pastër. Pse? Sepse me të vërtetë ndoshta kjo pastërtia mund të çojë në disa vuajtje, mund ta vuajsh burr. Pasojën e pastërtisë mund ta vuajsh, po është një vujtje e lezetshme. Është një vujtje që ka mrena omëlsi edhe kënaqësi. Për të ndarë në një moment tjetër prap në surën El-Hijr, me që ajeti i parë ishte në surën El-Hijr, është një ajet o vëllezër që në përgjithësi njerëzit janë mësuar të lexojnë vetëm gjysmën e parë. Dhe unë kam bërë rolin e të guximshmit sot dhe do ta lexoj ajetin e plot. Thot Zoti i Madh: "Nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim." Në përgjithësi njerëzit kanë qenë vetëm këtë gjysmë ajeti. Po faktikisht ky ajet ka dhe gjysmë tjetër. Wa anna adhabi huwa al-adhabul alim.
njoftoj, o Muhammed, adhuruesit e mi, robët e mi, se unë jam falës jashtë mase dhe mëshirues i pashoq. E bukur kjo, alhamdulillah. Kjo jetë nga najër, knaqesh. Falës jashtë mase. Nuk ka mas falja e Zotit. Nuk e nje masën. Po edhe mëshira e Zotit është e pa shembull. Merë mend, pejgamberi sa më thot, Allah është më i mëshirshëm me robën e tij se sa prindi me fëmijën e vet. A do të mendonit ju se kjo non do ta hudhi fëmijën e gjinit në zjarr? Kur thënë sahabët, tha Allah është më i mëshirshëm me adhuruesin e tij se sa kjo non me fëmijën e vet. Elhamdulillah. Mirë pa jeti çfarë thot? Wa anna adhabi huwa al-adhabu al-alim. Ama ato dijeni se edhe ndëshkimi im është i ashpër. Pra jo me të lonë të najër dhe në gjumë, po të dhe kujdes, se ka edhe sankcione, dhe normal, ka edhe sankcione. Si që edhe njëtë në kësaj bote, kush e si mas ligjit ka favore, dhe kush e shkel ligjin ka sankcione, edhe me regullat e Zotit, kush është me regull me Zotin ka shumë favore, e kush i shkel ka sankcione. Normalisht që Zoti është i mëshirshëm, normalisht që Zoti është falës, ama nuk duhet me i harru këto dy gjona. Për gjërave interesante që ka Kurani, sa herë përmenet xheneti, përmenet dhe xhenemi. Le të shohet në njëri për ju që ka lexuar Kuranin disa herë dhe thot, kjo s'është e vërtetë. Sa herë që në Kuran përmenet xheneti, më një herë përmenet xhenemi. Dhe sa herë që në Kuran përmenet xhenemi, më një herë përmenet xheneti. Gjithë Kurani është kështu. Ku ka xhenet dhe xhenemi? Ku ka xhenem, ka dhe xhenet. Pse? Se nuk ka dash me të vu në gjumë, po të përmente vetëm xhenetin. Se kur lexon robi ajetet e xhenetit thot e fitova vallaj. Ata që kanë besu, kanë bo vepra të mira. Vjen ajeti tjetër dhe sa ata të opa, pritje. Për ta morën vetë, se nuk është aq kollaj puna. Sepse feja ka synuar ruajtjen e ekuilibrit, jo çekuilibrimin. Se po të flisë vetëm për xhenetin, aty e mbyll te Kurani vllai, ta alhamdulillah. Po të flisë vetëm për xhenetin, do. Unë zbohem në herë vllai. Jo, bohesh inshallah. Pendohet fal Zoti çfarë do që ti e ke bërë. Faktikisht në disa ajete që unë i kam shkëput nga surat El-Hijr, duke qenë se ajeti i parë ishte në surën El-Hijr. Për gjërave të bukura, edhe 2-3 do të përmend. Thot i madhi Zot, inna lena'lamu, dëgjoj sa e bukur është kjo. Kjo është për sëmundjen e shekullit. Cila është sëmundja e shekullit? Stresi, ankthi. Se di se çfarë kam. Nuk e di. Dëgjoj. Inna lena'lamu annahu yadhiqu sadruka bima yaqulun. O Muhammed, e di shumë mirë që ti ngushtohesh në shpirt kur ngjon fjalët e tyre. Pejgamberi alayhis salam që ishte pejgamberi i Zotit, kur ngjonte fjalët, ngushtohej në shpirt. Ai nuk ngushtohej në shpirt se po prekej ai, po ngushtohej në shpirt se e ditë se çfarë i pret këta njerëz që nuk po besojnë. Pra vije në stres dhe e kapte ankthi pejgamberi alayhis salam kur i folte dikujt dhe ai nuk pranonte Islamin. Çfarë tha Zoti? E di shumë mirë, tha Allahu, që ty të ngushtohet zemra dhe gjoksi kur dëgjon fjalët e tyre. Zgjidhja o Zot. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun min as-sajidin. Përmende dhe lartësoje dhe madhëroje dhe lirësoje Allahun. Bjeri në sejdë Allahut. Të zgjidhje. Fal namaz. Ke ankth, ke stres, ke siklet. Bëj dush muj të ftohtë, akull. Ose merr abdes muj të ftohtë, akull. Edhe fal 2 rekat namaz. S'ka dal akoma, prap përsërite. S'ka dal akoma, prap përsërite. Pasha Zotin e Madh. Po të shofi ty shejtani
që ti e ke dhënë besën Zotit, o do ta largoj këtë stres apo këtë ankth me namaz, mund duroj 2 rekat e para, mund duroj 2 rekat e dyta, po ti je i sigurt se s'ka shejtan dhe drejt që të përballet me ty me 2 rekat e treta, apo me 2 rekat e katërta, apo me 2 rekat e pesta, apo me 2 rekat e gjashta, apo të shofja e ty që ti e ke nda mendjen, o stresi, o namazi. Vrapit jaras. Vrapit. Nuk duron shejtani të bi njeriu në sejdë Allahut. Sa herë që njeriu i bie në sejdë Allahut, thot shejtani qanë dhe bërtet, dhe thot unë i njeri. Njeriu është urdhëruar për sejdë dhe po i bie në sejdë Allahut. Unë jam urdhëruar një herë për sejdë dhe nuk i ra sejdë. Nuk duron dot shejtani sejdën. Është e pamundur të kesh ankth, apo stres, apo siklet, apo breng, apo shqetësim, e ti falesh Allahut, e ti bish në sejdë Allahut, e të qajsh para Allahut, e ti rish në sejdë Allahut, mos ta largoj Allahut xhel xhelaluhu. Për ndryshe, do t'jeshim varur me kokra, me hapa gjithë jetën, me i grusht hapa, e sa ja hapat, sa të marroj efekti fillo prap, se nuk është zgjidhje. Fasabbih bihamdi rabbik wa kum min as-sajidin. Përmene Zotin, lartësoje Zotin, vlerësoje Zotin, lavdroje Zotin, përmene Allahun, subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu ekber, bjerin sejdë Allahut, bjerin sejdë Allahut, bjerin sejdë Allahut. Po pasha Zotin e mos pastron Zoti dhe të bën qelibar. Është e pamundur. Është e pamundur që ky ajet kuranor të bjerin tokë. Kur? Thjesht duhet vullnet. Dhe duhet dëshirë, kjo nuk zgjidhet me çelës. Sepse derisa shkon njeriu në stres dhe në ankth dhe në probleme, do të thotë se janë shumë gjona që kanë ndiku tek ai. E nuk mund ta zgjidhë këtë fill të bërë lëmsh vetëm se Zoti i gjithësisë, vetëm se Allahu xhël xelaluhu. Ndër ajetet e bukura që ka kjo sure është, dhe me këtë du ta mbyll, Allahu xhël xelaluhu i thot Muhamedit alayhi salatu selam, ne për shembull si musliman o vëllezër me drejt mërzitemi shumë kur dikush na e prek pejgamberin alayhi salam, me drejt. Siç mërzitet njëri kur dikush prek babën, ose i prek nonën, ose motrën, ose gruan, ose gotën, muslimani preket nëse dikush i ofendon profetin e tij, preket në shpirt dhe bëhet keq. Dhe kjo është normale për njëri që ka grimcën më të vogël të imanit dhe të besimit. E Zoti i Madh, duke e ditë se ne do të jetojmë në një botë çuditshme, ka zbrit një ajet kuranor ku qetëson çdo besimtar dhe besimtare deri në ditën e Kiametit. Cili është ky ajet? Dhe ky ajet është në surën El Hijr. Tek ajo sure që unë lexova ajetin e parë, jo besimtarët do të dëshirojnë të jenë musliman. Çfarë thot Zoti këtu? Inna kefejnake el mustehziin. Do të të mbroj, gjoja o vllai motra ime, do të të mbroj unë ty o Muhammed, ndaj çdo njeriu që tallet ose të vend ty loj. Allahu ekber. Allah thot do të mbroj unë. Po çfarë të bëjmë? Boj dua Zotit. Nuk ka ndodhur kur vëllezër dhe motra që dikush të vejnë loj pejgamberin alayhis salatu selam. Fjalët e tij ose veprat e tij e t'ja bëj Zoti jetën marrë dhe mirë. Kur vallahi billahi se kështu thot Zoti i Kur'an. O Muhammed, do të mbroj unë ndaj gjithë atyre që munohen me utall apo me të vu ty në lojë. Normalisht. Nuk ka emër në botë. Nuk ka emër në botë që të përmendet aq shumë dhe aq shpesh sa shpërmendet emri Muhamedit alayhi salatu selam. A ka sekond në këtë botë që nuk thirret ezan? A ka sekond në këtë botë që nuk thirret ikamet? A ka sekond në këtë botë që nuk merret abdes? A ka sekond në këtë botë që nuk falet namaz? A ka sekond në këtë botë që dikush përqith dhe të shoh salavate për pejgamberin alayhi salatu wassalam? Wa rafa'na laka dhikrak.
inna shani'aka huwa al-abtar. Ta kemi ngrit lart emrin o Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ata që ty të ofendojnë dhe të shajnë, do të shuhen, do të kputen. Kështu që nëse ndodh që dikush ta prek profetin alayhi salatu wassalam, bëj dua Zotit. Lutju Allahu xhalla xhelal. Nuk ka nevojë pejgamberi alayhi salatu wassalam që dikush cillet keq për t'i mbrojtë atij emrin apo figurën. Mënyra më e mirë për ta mbrojtur pejgamberin alayhis salam është që të jetojmë jetën e tij. Të punojmë me këshillat e tij dhe me porositë e tij. Nëse ne do të jemi të tillë, e kemi bërë mbrojtjen më të mirë për pejgamberin alayhis salatu wassalam. Vëllezër dhe motra, ne jemi në një mirësi të madhe dhe këtë e tham. Dhe shumë të tjerë që nuk e kanë, kur e lexojnë dhe e studiojnë, do të dëshironin që ta kenin. Po mirë do thotë njëri, po pse nuk e pranojnë o hoxh? Ka shumë arsye që se pranojnë. Mund të jetë me nemallësia. Mund të duket për ulje. Mund të humbin pozicionet që kanë dhe gëzojnë. Mendoj që po pranojnë Islamin, nuk do të jenë më këta që janë. Mund të ketë, ku e diu sa arsye mund të ketë. Por ne nuk do të harrojmë ne çfarë mirësia dhe bekimi kemi. Ne kemi një thesar, ne kemi një mrekulli, ne kemi një mirësi, ne kemi një bekim, ne kemi, o vëllezër, ne kemi xhenetin në dorë, kemi nëpërmjet këtij besimi dhe kësaj feje. Çfarë kërkohet prej nesh? Kërkohet prej nesh, o vëllezër, ta kuptojmë sa më mirë fenë dhe besimin tonë. A ka mundësi, o vëllezër, që mos jenë rrjetet sociale e TikTok-nat, burimi nga ne e morin fenë e Zotit? A ka mundësi ta morim dhe ne fenë e Zotit, si që kanë morë brezat e mëhershëm, si që kanë morë etrit tanë? O vlla, feja e Zotit merret për xhamia. Feja e Zotit merret kur ka mësim. Hoxha këtu, mashallah, Zoti shpërbleft, hoxha ka merr me mësime, me ligjërata, me gjona, po edhe hoxhallarët e tjerë për xhamiat e tyre. Feja e Zotit merret nga njeriu, nga dikush që e njeh, nga dikush që e ke pa, nga dikush që të sqaron. Erdhi Hoxha Ahmedi një herë në vit, po ti ke Hoxhën, të duhet ditë për ditë Hoxha. Duhet ditë për ditë se ke i hall, ke i siklet, ndodhesh me situatë, nuk mund ta zgjidhë ty një orë që është larg teje. Kur tha Zoti feselu ehle dhikri, pyetni të diturit, pra dikush do të jetë afër teje, dikush që komunikon me ty, dikush që të shef në sy, dikush që ngjon prej teje, dikush që e ngjon ti atë, dikush që e serjon, jo nuk kisha këtë qëllim, po kisha këtë qëllimin tjetër. Sa herë vjen mua mi pyetje dhe unë se kuptoj dhe mund të jap ndoshta përgjigje të duhur se unë e shoh siç më është bërë pyetja, ndërkohë që personi mund të ketë pas ndoshta edhe qëllim tjetër, por nuk ka ditë më u shpreh. Ta mësojmë dhe ta kuptojmë sa më shumë edhe sa më mirë. Pejgamberi alayhis salam tha, në hadithin si transmeton Muawiya radhiyallahu anhu, tha men yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Kujt i do Zoti të mirën, ja mundson të kuptoj fen. Ja mundson ta kuptoj, se me mësu për mend mund ta mësoj dikush Kur'anin, po s'ka lidhje fare me komentimin e Kur'anit. Ama ai që e din edhe ta komentoj, ai i cili ka marr dije dhe ta shpjegojë kështu me radhë. E dyta gjë, ne duhet ta vëjmë në jetë, o vëllezër. E kanë pyet njëherë Imam Ahmed ibn Hanbelin, rahimahullah, Imam Ahmed ibn Hanbeli vetëm libri i tij hadithit, është 50.000 hadithe. E kanë pyet, i kanë thonë, ore, si ka mundësi që i ke mësuar të gjitha për mend se nuk i ke harru? Ka thonë, gjoje, s'ka ndodhur që të mësoj diçka nga hadithet, mos ta zbatoj atë. E kështu i kam mësuar për mend të gjitha. E treta gjë, mos të bëhemi egoist në fenë tonë dhe në besimin tonë. Feja e Zotit nuk ka nevojë për tifozlik, nuk ka nevojë për tifoza. Feja e Zotit ka nevojë për njerëz që e zbatojnë, e praktikojnë dhe nuk tregohen egoist, pra munohen që t'ua tregojnë dhe të tjerëve. Më u bë sebeb për dikë, burri dhe. Nëse ti bëhesh sebeb për dikë, ai e fiton xhenetin dhe ti e fiton xhenetin. Çfarë do që të bëj ky njeri, mas kësaj dite ty të vjen në llogari bankare, ti mund të jesh në gjumë, ti mund të jesh në udhëzim me gruan,
ti mund të jesh në punë, ti mund të jesh ku dëgjon, ku mund të jesh, ty të vjen sevapi. Ajo xhiro llogaria vetëm se rritet. E nëse ky bëhet sebeb për dikë tjetër, ty vetëm se të rritet xhiro llogaria. Nëse ai tjetri bëhet sebeb për dikë tjetër, ty vetëm se të rritet xhiro llogaria. Me mend për shembull ti sa sevape ka mësuesi e Ebu Hanifes. Se Ebu Hanife nuk doli shkencëtar vet. Ka pasi mësues ndaj. Me mend ti sa sevape ka ai. Dhe me mend sa sevape ka mësuesi Imam Shafiu. Ne nuk e dim kush është, ama ti shkon xhiro llogaria. Merë me mend sa sevape ka mësuesi Imam Buhariu, që s'ka ligjërat po sumor një ditë nga Imam Buhariu. Apo ai tjetri kështu me radhë. Pse mos bëhemi ne sebeb për dikë? Ku e dim ne o vëllezër se kush mund vi më mrapa nga ky njeri që ti u bën sebeb për të? Ku e dim ne kush mund vi më mrapa? Salahuddin Ejubi, i cili çiroi Kudsin, e ka pas ai mësues. E kështu me radhë. Pra mos u bë egoist. Mos u bë, shumë duhet më jam rregull për vete. Jo më vëlla bëu sebeb dhe për tjetrit. Mono t'ja shpjegosh dhe dikujt, po unë nuk jam dietar i Islamit, s'kam marrë për fes. Ka gjë më buni dhe. Nuk është kusht t'jesh dietar i Islamit dhe shkencëtar i Islamit që ti flas dikujt për fen. Ipi i libër, nuk di me folë ti shumë mirë, një libër gjermanisht. Është një udhëzues i shkurtër për Islamin, ipja. Dhurat. Ndoshta Zoti e bën atë libër se bëj që ai të udhëzohet. Një ajet kuranor të bukur, të mrekullueshëm. Ja përkthen, ja thu. Bëu sebeb për dikë. Por ti s'ke nevojë hiç me fol me gjerman, ti ke shqiptarë që kanë nevojë të vinë në xhami e ti luten e ti falen Zotit. Ne s'kena marrë herë me llojin ton, me racën ton, me gjakun ton. Sa kanë nevojë me ditë për fen dhe për besimin islam. Pse mos bëhemi sebeb për këta njerëz? Pse mos t'i afrojmë ke shtëpia e Zotit? Pse duhet të jemi egoist, themi dëgjoj, jam rregull për vete unë, jo më vëlla. Nuk mjafton me qenë rregull për vete. Po mundohet edhe dikujt tjetër me abo këtë dhuratë të mrekullueshme. Me u mundu dhe me u përpjek, siç e përmenda edhe pak më përpara, të gjujmë këto vende ku jepen ligjërata, ku marrin mësime, sepse koha ecën edhe ikën, edhe njeriu o përparon ose ngel në vend. Po ka i gjë të keq që kjo e ngelmja në vend, se kjo e ngelmja në vend është me tërheqje mbrapa. Zoti than Kur'an, limen sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Ju tha o do esni përpara o mrapa, nuk një stop. Njeriu o ecën përpara o ecën mrapa. Stopim nuk ka. Thot Ibnul Qayyim Zoti mëshiroft, thot nuk ka, thot as në univers, as në ligjet e natyrës, as në ligjet e fesë, nuk ka, thot, pezull, nuk ka stop. Gjonët o ecin përpara ose shkojnë për mrapa. Kështu që mundohuni që në programin tuaj të keni dhe ditën tuaj familjare të vajtjes në xhami. Ka nevojë fëmijët, ka nevojë gruaja, ka nevojë ti. Për ndryshe do të na rriten fëmijët, edhe të vjen një ditë e fëmia ke shtëpia dhe thot, o ba, do të fejohem, hajde për hajër. Edhe çuditet babi pastaj se me këtë do të fejohet çuni. Pse? Se se ke morë në xhami pra, nuk e ke edukuar në islam dhe në besim. Ndërkohë që shkolla i thot, mund të jesh në trupin e gabuar. Provoje herë, provoje se ndoshta je në trupin e gabuar. Xhamia, shtëpia e Zotit, mësimet fetare na ruajnë veten tonë, po na ruajnë edhe familjen tonë, na ruajnë fëmijët tonë, çunat edhe gocat. Është amanet përpara Allahut, çfarë do i thosh Allahut ditën e Kiametit? Se mora në xhami se ishte i vogël. E pastaj kur u bë i madh, doli krejt për rrugës Zotit. Jo më vëlla merren në xhami, po bëjnë zhurmë, le të bëjmë zhurmë, s'ka problem, inshallah hyjmë në qafë gjithë. Le të hyjmë gjithë në qafë. Elhamdulillah. S'ka asnjë lloj problemi, jo po është i vogël, apo si kupton, le të viti dashurohet xhamia. S'ka asnjë lloj problemi. Kur do të mësoje, kur do të filloj të lexoj Kur'an, të mësoj Kur'an. Është amanet. Na pyesi Zoti edhe për fëmijët tonë, jo vetëm për veten tonë. Na pyesi Allahu ditën e Kiametit, çfarë duhet të thosh Zotit? S'kisha kohë, s'kisha mundësi. Po parren se i ke kushtet dhe i ke mundësitë dhe i ke të gjitha. Thjesht nuk i ke dhënë rëndësinë e duhur. Jipi rëndësinë e duhur.
E kanë pyet njërin prej burrave të moçëm. I kanë thonë, çfarë është ai nderimi më i madh që mund t'i japi Allahut njeriu në këtë botë? Çfarë nderim përveç Islamit dhe udhëzimit? Cila është, sepse këta arab i thonë edhe në terminologjinë fetare thonë keramet. Keramet do thotë nderim. Pra Zoti t'jep i shenjë, siç ju jep pejgamberëve për shembull shenjë dhe mrekulli, ju jep edhe njerëzve të mirë Zoti diçka si mrekullia, quhet keramet. E kanë pyet njërin për burrave të moshëm, i kanë thonë, cili është kerameti më i mirë që mund arri një besimtar në jetën e kësaj bote? Gjoja. Qale el istiqame afdalul kerame. Nderimi më i madh dhe mrekullia më e madhe që i jep Allahu një njeriu në jetën e kësaj bote është ta mbajë të qëndrueshëm në këtë fe dhe të paluhatur. Dhe këtu vim tek pika e fundit që ti duhet i lutesh Zotit shumë. Një ditë nëna e besimtarve i thot pejgamberit alayhi salatu selam. Tha, o burri im, o pejgamberi i Zotit, sa shumë kam vënë re që ti i lutesh Allahut duke thënë, Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dini. O Allah, o Zot, ti që i lëviz zemra dhe i rrotullon, bëje zemrën time të paluhatur në këtë fe dhe në këtë besim. Pejgamberi alayhissalam o vëllezër dhe motra e bonte shpesh këtë lutje, shpesh. Saqë nëna e besimtarëve tha o pejgamberi i Zotit, sa shpesh e bon këtë lutje. Se në fund fare pejgamberi sa më kishte marrë garancinë apo jo? E kishte marrë garancinë. Xhenet li, po. Ja kishte fal Zotit të gjitha gjunahet, po. Besimtari më i mirë, po. Muslimani i parë i kohës vet, po. Të gjitha favoret, të gjitha certifikatat, të gjitha siguritë, të gjitha vendet më të larta dhe më të mira i kishte siguruar. Për këtë arsye nëna e besimtarëve i tha o pejgamberi i Zotit, o burri im, i tha, po sa shumë e thu këtë lutjen. O Allah, o Zot, ti që i lu zemrat, zemrën time më mbaj të paluhatur në këtë fe dhe në këtë besim. Si me thonë, sikur po i thot, o burim, o pejgamberi, po s'ke nevojë ti për këtë lloj duaje, se i ke marrë gjitha garancinë. E pejgamberi alayhis salam i thot asaj, po na ka thonë dhe neve. I tha, a nuk e din ti se zemrat e njerëzve janë mes dy gishtave të Zotit, i lunë Zoti si të doja ai, prandaj dhe unë tha i lutem Zotit me këtë dua. Okej, unë e kam sigurinë, po duhet që ta bëj mësim. Ai e kishte sigurinë o vëllezër, po ne nuk kemi siguri. Ne jemi të varfër, ne jemi të dobët, ne jemi të manipulueshëm, ne jemi të pafuqishëm. Ne kemi nevojë për Allahun, ai s'ka nevojë për ne. Prandaj, në lutjet tona dhe në duat tona duhet të jetë dhe kjo lutje dhe kjo dua. O Allah o Zot, na mbaj në këtë fe dhe në këtë besim. O Allah o Zot, ne jemi të dobët dhe të pafuqishëm, t'ja dalin vetë mban. O Allah o Zot, kërkojmë ndihmën tate, kërkojmë fuqinë tate, kërkojmë forcën tate, kërkojmë mëshirën tate, kërkojmë mirësinë tate, që të jemi të paluhatur në këtë fe dhe në këtë besim sa të jemi gjallë. E këtë dua vëllezër dhe motra nuk duhet me harru asnjëherë. A arabisht, a shqip, a gjermanisht, a turqisht, si dojeni thojeni, e rëndësishme duhet me e bo në edukatën tonë ditore këtë lutje dhe këtë dua. Allahumme, ja muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O Allah o Zot, ti që i rrotullon zemrat dhe i lëviz, zemrën time të bëhet paluhatur, zemrën time bëhet qëndrueshme në këtë fe dhe në këtë besim, lut Zotin e Madh që të na fali e të na mëshirojë. O Allah o Zot, bëje këtë takim dhe këtë tubim të falur dhe të mëshiruar. O Allah o Zot, na e mundëso që mos çohemi prej këtij vendi sot, vetëm se me gjunahet falura dhe me mëkatet shuara, dhe i Hoxhën ton, Hoxh Gamberin e falenderoj me zemër dhe me shpirt që na ka mundësu këtë takim dhe kryesinë e xhamisë, edhe juve Zoti ju shpërbleft, edhe ju nderoft, e Zoti na fal gjunahet e na boni halal se ndoshta e zgjatën. Zoti ju rrit.